Baba Dimri ka vizituar fëmijët pranë repartit të pediatrisë në spitalin e Gostivarit. Posa argëtimit ai u solli atyre dhe dhurata, pako për fundvit dhe balona shumë ngjyrësh. Ky aktivitet me karakter argëtues dhe human erdhi nga shoqata qytetare When in Trouble. Mario Krajovski nga shoqata Në Fjalë tha se përmes këtij aktiviteti synojnë sadopak të kthejnë buzëqeshjen të fëmijët e shtruar në spital. Vek je tradicionalna, poslednjih nekoliko godini. Është më tradicionalisht disa vite organizata jonë When in Trouble është këtu në repartin e fëmijëve, pasi duam t'i gëzojmë fëmijët, tu dëshirojmë shërim më të shpejt, tu urojmë festat që janë gjatë kësaj periudhe. Kjo për ne paraqet një gëzim të madh, sepse këta festa janë për të na bashkuar dhe bashkë për të festuar. Për ne është mirë kur për të gjithë në qytetin tonë dhe në përgjithësi në shtet bëhet bukur kur festojmë me atmosferë të bukur festat. Krajovski apeloi që shembullin e tyre ta ndjekin edhe persona dhe shoqata të tjera. Ние секогаш сме тука да помогнеме колку што можеме. Ne jemi gjithmonë këtu për të ndihmuar me atë sa mundemi dhe mendoj se kjo duhet të jetë shembull dhe një apel edhe për personat e tjerë me aq sa kanë mundësi të ndihmojnë që këta fëmijë të kenë festa të bukura dhe përgjithsisht jetë më të bukur. Shoqata qytetare When in Trouble vite me radhë organizon aksione të ngjashme për festet e fundvitit dhe jo vetëm për fëmijët e spitalit të qytetit, por edhe për fëmijët e tjerë dhe grupe të ndryshme të marginalizuara.